Spari duhet të qartësojmë për publikun dhe për shikuesit e televizionit tuaj të çmuar se idenë për rritjen e pagës minimale e kemi dhënë ne si OD. Pra neve kur kemi bisedu për këto çështje, këto institucione dhe këto organizata, këto sindikata kanë qenë absolutisht inekzistente sa i përket rregullimit të tregut të punës, gjithsesi pagave të punonjësve në vend. Dhe është pak sa paradoksale, më duhet them se idenë dhe vizionin për këtë çështje e kemi dhënë ne, ndërkaq vinë dhe protestojmë këtu para institucioneve tona. Nuk e di a ka qenë enkas para institucionit tona, apo para ndonjë ode tjetër, apo po sidoqoftë, duke qenë se jemi dy oda ekonomike në të njëjtin objekt, ndoshta do duhej edhe ne të prononcohemi në këtë rast. Paradoksi i dytë, pra ajo që nuk ka asnjë farë kuptimi, asnjë farë sensi, është fakti që kemi qenë oda e vetme ekonomike e vendit që kemi kërkuar që të jemi pjesë e dialogut socio-ekonomik dhe jemi përjashtuar nga ai dialog dhe nga ajo platformë për dialog publiko-privat kategorisht, pra kemi qenë të eliminuar nga tendenca jonë që të kyçemi, duke pretenduar që gjëja ne nuk i përfaqësojmë punëdhënësit dhe punonjësit, por nuk është e vërtetë kjo, për shkak se odat ekonomike janë ato të cilët përfaqësojnë biznesin, ndërkaq bizneset e bëjnë pjesën ndërmuese të atyre punëdhënësve që e plotësojnë pra numrin më të madh të tregut të punës. Dhe në këtë pikë mendoj që për shkak të asaj që s'ka kuptim, është edhe pa drejtë të bëhet një protestë pikërisht para odës tonë, sidomos. Ndërkaq sa i përket kërkesës sa është legjitime apo jo, mendoj që përsëri jemi më të thirrurit ne si odë për të biseduar për këtë çështje, për shkak se edhe neve kemi realizuar analiza të detajuara dhe të thella për të dëshmuar se ka nevojë reale për rritje të pagave. Mirë po, gjithnjë duke pasur parasysh edhe aspektin e konkurrenshmërisë së kompanive tona, sepse nuk mund në pafundësi të rrisim paga duke mos pasur parasysh vetëqëndrueshmërinë e bizneseve, duke mos pasur parasysh kostot operative të bizneseve, por edhe gjithashtu ndoshta edhe produktivitetin. Te kostot operative e kemi thënë çdo herë, kontributet e pagave në mashininë e verut janë më të larta jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë, janë të pakta në gishta në ato shtete të cilat kanë kontribute të ngjashme pra të nivelit sikur të mashinisë së verut, ndërsa shtetet tjera, qofshin më të zhvilluara apo jo, i kanë kontribute më të ulta, duke u mundësuar kështu kompanive që të rrisin pagat neto të punonjësve. Së fundi kemi edhe shembullin e Malit të Zi, e cila i ka zvogluar kontributet, tani më edhe Bosna duke punuar në atë drejtim, me qëllim që pjesa e kontributeve të dedikohet si pagë neto për punonjësit. Kështu nuk do të nxesnim as inflacion, as nuk do të bënim ndonjë të themi disbalans mes produktivitetit dhe asaj se çfarë neve kemi si shtet, pra si GDP në përgjithësi. Dhe në anën tjetër do të kishim një fuqi punëtore më të motivuar, me paga më të larta, dhe këtë gjithnjë e themi për shkak të sektorit publik. Sepse shikoni, statistikat tregojnë që pagat në sektorin privat janë shumë më të larta se ajo çfarë gjenden në sektorin publik, dhe unë jemi shumë koshient që një pjesë ndërmuese e njerëzve që kërkojnë që të rriten këto paga është pikërisht rritja e pagave të sektorit publik. Nuk jo se ndonjëherë shtetit i ka interesuar gjendja e biznesit, të themi, të jemi kështu më të sinqert se si e kanë situatën dhe se sa mund të paguajnë ato paga, ato më tepër e kanë përqasjen e tyre ndaj buxhetit, gjithsesi ndaj të hyrave buxhetore, dhe ata kanë frikë se me rritjen e një page minimale, që nuk kupton rritje proporcionale të pagës në përgjithësi, unë mendoj që ata e kanë ndronë se do të ketë implikime buxhetore për shtetin, dhe kjo është mos e vërtetë, për shkak se kemi një administratë të ngarkuar mbi 135.000 punonjës, dhe natyrisht kur ka një rritje të tillë, do të ketë lëvizje të mëdha edhe në arkën buxhetore. Mirë po sa i përket sektorit privat, dhan apo nuk dhan mbështetje, e pranuan apo nuk pranuan kërkesat të odave e kështu me radhë, këtë rast edhe odës ekonomike të mashinisë veri pendimore, ne vlerësojmë që biznesi ka rritur skajshmërisht pagat dhe jemi shumë më konkurrues karshi sektorit publik. Kjo është edhe evidente më edhe shifet tek sjellja e përgjithshme e qytetarëve, ku tani më fokusi është punësimi në sektorin privat, nuk është më siç ka qenë më herët ku shteti ka qenë punëdhënësi kryesor. Kjo është një treguesi asaj që jemi duke defakturizuar shtetin në plan ekonomik dhe jemi duke defakturizuar edhe politikën në këtë rast, pse jo?
sepse të rinjt më tani kërkojnë kualitet, kërkojnë cilësi dhe kërkojnë kushte më të mira të punës, por gjithashtu edhe kërkojnë avantazhin e avancimit në karrierë. Ndërkaq shteti këtë nuk e për shkak se e dini se siç është administrata publike në Maqedoninë e Veriut është skajshmërisht e politizuar dhe po që se nuk je i politizuar edhe vetë si individ, atëherë është e vështirë që të bëhet edhe avancimi adekuat. Andaj vlerësoj që sindikatat kanë të drejtë legjitime që patjetër të kërkojnë të drejtat e tyre, por mendoj që është jo korrekte dhe jo fair ndaj sektorit të biznesit që në ato dialogje me qeverinë të mos merr pjesë edhe përfaqësuesi legjitim i bizneseve, gjithsesi oda jonë dhe oda tjera. Një nga macet universal kudo në glob të produktivitetit të fuqisë punëtore të një shteti është edhe GDP-ja për kokë banori. Dhe nëse i referohemi kësaj si statistika apo si analizëm, do t'i tregoj vetëm shkurtimisht se si qëndron Maqedonia e Veriut në raport me shtetet tjera fqinje. Maqedonia e Veriut ka dikon $9.270 GDP për kokë banori në nivel djetor. Republika e Kosovës ka $8.600 për kokë banori, ndërkaq Shqipëria është me $10.700 dhe Malizi është me $12.100. Kjo tregon që edhe për kokë banori eficienca e fuqisë punëtore nuk është shumë e lartë, dhe përsëri duhet kthejmë këtu. Në sektorin privat, eficiencia e fuqisë punëtore është më e kënaqshme se në sektorin publik, po këtë mesatare e bie poshtë sektori publik në Maqedoninë e Veriut. E dini që kemi ndërmarrje publike të cilat operojnë me humbje, ka qindra miliona euro humbje nga ato kompani dhe kjo natyrisht se reflekton edhe në këtë statistikë pak më të gjerë. Në anën tjetër është e vërtetë që në rast se neve kemi inflacion dhe duam që të ndihmojmë shoqërinë përmes rritjes së pagave, kjo nuk nënkupton se jemi duke ndihmuar qytetarin e rëndom që të mujtë t'i paguaj kostot për jetesë, por kjo nuk kupton që jemi duke ushqyer inflacionin, por jemi duke mundësuar atyre që shkaktojnë inflacionin të vazhdojnë me hapjen e njëjtë, për shkak se jashtë shteti qëndron mbrapa dhe e nxit inflacionin më tepër. Mendoj që për temën e inflacionit kemi biseduar shumë gjerë dhe gjatë në Ode ekonomike dhe kemi thënë që masat të cilat i kanë përdorur për ta zbeha atë kanë qenë të gabuara dhe tani po del që kemi qenë të sakt për atë se çfarë kemi pretenduar, sidomos në planin e uljes në tarifave doganore për produkte të caktuara, gjithashtu edhe për eliminimin e praktikës së ngrirjes së marzhave, ngrirjes së çmimeve kështu me radhë, që nga periudha e fundit 6 mujore kur edhe u ndalua më kjo praktikë, e shohim që edhe në plan statistikor general kemi një rënje të konsiderueshme apo një stabilizim të konsiderueshëm të inflacionit. Për të ndërlidhur me temën, mendoj që ekonomisë tonë i nevojitet fuqi punëtore edhe më e motivuar nga ajo se ç'është tani. Mirë, po përsëri duhet pasur parasysh që nëse humbet konkurrentshmëria e vendit tonë, nuk kemi bërë asgjë, dhe këtë e themi për arsye se kemi një normë të skajshme të kontributeve, diku 47.5% nga paga minimale, por që fatkeqësisht e njëjta është progresive, pra nuk është proporcionale, por sa më shumë rritet paga neto, aq më i lartë është proporcioni gjithsesisht vlera e kontributeve që paguajmë për ato paga. Për të rritur edhe më tepër pagat neto, neve kërkojmë që paga neto të jetë minimalja €500 me 32% të vlerës 500, të jenë kontribute dhe të njëjtat të jenë proporcionale, pra mos të jenë progresive, në çdo fazë të pagës neto të jenë përsëri 32%, dhe kështu ndoshta do të reflektojnë edhe të gjithë sektorët tjerë, përfshirë këto edhe shëndetësia, arsimi e kështu me radhë, nga se fundja fundit qytetarët edhe nëse paguajnë paga të larta përsëri marrin shërbime të dobta nga këto institucione, dhe mendoj që tani më jemi në një periudhë ku vetdia financiare të qytetarëve është duke u rritur edhe më tepër dhe kemi çdo ditë më tepër impulse të ideve që ata të njëjtit të shfrytëzojnë në shërbime private të shëndetësisë e kështu me radhë, dhe mendoj që këtu do të humbë edhe shteti dhe qytetarët. Andaj qeveria t'i thirrë logjikës ekonomike të ulë apo të ngri kontributet në 32% dhe pastaj të obligojnë kompanitë
që të paguajnë paga neto më të larta dhe mendoj që kompanitë nuk do e kishin as pak problem. Kjo është faza e parë e beneficioneve, pra e përfitimeve, qytetarët përfitojnë paga më të larta. Faza e dytë është edhe zvoglimi apo tkurja e ekonomisë jo formale në vend. Sipas statistikave të ndryshme, dikun kemi 32% të GDP-së e kemi ekonomi jo formale, pikërisht një pjesë nga kjo. Kompanitë mikro dhe të vogla të cilat nuk mund të paguajnë plotësisht në mënyrë formale pagat e punësve të tyre, në një pjesë e japin si pagë minimale, pagën tjetër ndoshta e japin në plan jo formal dhe kjo e dëmton ekonominë edhe më tepër, por edhe buxhetin e shtetit. Ndërkaq që sa i përket shtetit dhe frikën e tyre për buxhetin dhe për të hyrat në ark, mendoj që është mirë të bëhet ndonjë ndryshim, sepse oddat ekonomike janë të një zëri në këtë pikë që siç ishte kriza e COVID-19, kriza e energjetikës, bizneset u solidarizuan, i ndihmuan shtetin, por i ndihmuan edhe punonjësit e tyre. Andaj mendoj që këtu të mos kena asnjë frikë, edhe në rast të ndonjë implikimi, mendoj që në rast se ju jepet bizneseve hapësirë për të manovruar dhe për të punuar, vlerësoj që do të mbulojnë çdo hendek dhe çdo grup që paraqitet, qoftë në ekonomi, qoftë në buxhet, qoftë në financa publike kështu me radhë. Po këtu nuk ka asnjë farë bare për shkak se do të rriten pagat dhe automatikisht do të kemi një nivel të lartë të pagës neto, ndërkaq shteti do të vazhdon të merr kontributet e njëjta siç i ka marrë deri më tani. Madje edhe në pozicione të ndryshme të sektorëve të vendit, mund të ketë edhe rritje shumë të lartë në këtë pikpamje. Mendoj që këtu nuk ka asnjë farë bare dhe asnjë farë rreziku. Është fatkeqësi që oddat ekonomike nuk janë të inkuadruara në këtë dialog. E potencova më herët, ishte kërkesë e jona që të jemi edhe ne si odë, por edhe odda tjera në tavolinë së bashku që të vendoset diçka të farësh më e mirë. Edhe unë mendoj që duke qenë se oddat ekonomike në vend dikun përfaqësojnë mbi 70% të sektorit privat në shtetin tonë, janë më të thirrur për të diskutuar për këtë çështje. Neve nuk, sidomos ne si odë jemi të apolitik dhe nuk jemi të politizuar as pak. Ne vlerësojmë që duhet të bëhet më e mira e mundshme për të dyja palët, për biznesin dhe për qytetarët, po gjithashtu që të përfitojë edhe shteti, pse jo. Dhe këtu kemi hasur gjithmonë në mirëkuptim kur kemi pasur dialog me institucionet, por ja që periudhën e fundit u anashkaluam dhe e shohim dhe kemi vlerësojmë që kjo nismë ka marrë një kahje ndoshta pak të gabuar. Përsëri e themi, pa ulur kontributet nuk do të kemi rritje të mirëfillt dhe do të nxiten ekonomia jo formale apo inflacioni, e pse jo ndoshta edhe të dyjat për një herë. Mendoj që duhet të shohim edhe planin afatmesëm dhe afatgjatë të shtetit tonë. Neve duhet të krijojmë kushte të mira që të absorbojmë kapacitetet intelektuale dhe profesionale të fuqisë punëtore që i kemi këtu, dhe kështu mundsohet kjo, duke u ofruar kushte më të mira pune atyre dhe gjithashtu duke u ofruar kushte për konkurrenshmëri më të madhe bizneseve tona, duke u dhënë hapësirë që të rrisim pagat. E dini rastin me kompanitë në për zonat teknologjike industriale, ata janë të liruar nga një pjesë dërmuese e tatimeve, andaj janë më konkurrues në dhënien e pagave në raport me kompanitë vendore. Dhe kjo është një anomali të cilën neve e bëjmë analogji çdo herë se çfarë është duke ndodhur përmes këtij fenomeni, dhe që të shmanget kjo e njëjta, por që të shmangim edhe më tepër eksodin e madh të fuqisë punëtore që del nga mashënia e veriut, mendoj që duhet të reflektohet mbi kërkesën tonë. E kemi të dokumentuar dhe kemi të analizuar detajisht, kemi bërë edhe skenaret e mundshme se çfarë mund të ndodhë dhe asgjë e keqe nuk do të ndodhë këtij veti, vendi përkundrazi do të kemi një standard socioekonomik të përmirësuar dukshëm menjëherë, por gjithashtu do të ketë edhe vullnet për vetpunësim, sepse ju e dini që kemi një shkallë shumë të ulët të vetpunësimit, gjithsesi të kompanive të reja të cilat hapen dhe nuk mbijetojnë shumica e tyre, diku 80% e tyre nuk mbijetojnë as 3 vjetorin e parë. Për fat keq shpërngulja e fuqisë punëtore, sidomos atyre sezonal, është duke ndodhur më vetë se më nga Maqedonia në Shqipëri, në Kroaci, në Malzi e kështu me radhë. Dhe pikërisht vjen nga pasojat e asaj çfarë biseduam deri më tani. Është evident fakti që neve jemi duke humbur garën me shtetet e rajonit, e potencuohet edhe vetë që Republika e Shqipërisë, Kosovës, Malizisë, Serbisë, Bosnë e kështu me radhë kanë rritur pagat neto skajshëm në raport me ato se çfarë do të ndodhte ne, dhe kjo vjen deri tek konkluza jonë që neve kemi paralajmëruar qysh para 3 apo 4 viteve ndoshta, që të bëhet një sistem i mirëfillt i
i pagave në vendin tonë, duke mos lejuar që të ndikohemi nga konkurenca e jashtme. Kemi thënë çdo herë dhe përsëri do ta them, në rast të një integrimi rajonal apo bashkimit evropian, kjo do të jetë edhe problem edhe më i skajshëm dhe më i dukshëm, e pastaj do të kemi edhe në plan makroekonomik do të kemi problem me produktivitetin e ekonomisë tonë, për shkak se punonësit e mi do të ikin atje ku paguhen më tepër. Do duhet të them, në plan bruto, ne jemi më të lartë se Shqipëria dhe se Kosova. Pra për pagën mesatare që paguajmë ne dhe ata, plan bruto. Po këtu është problemi, kompanitë tona janë duke paguar shtetin, nuk janë duke i pagu punonësit e tyre. Pra shteti merr diku 52% të pagës neto, nëse punonësi ka pagë neto prej 1.000 euro. Por kjo është një absurditet që nuk ndodh askund. Për 1.000 euro natë pagë neto në Kosovë janë diku kontribute 140 euro, në Shqipëri janë 270 nëse nuk gaboj, në Serbi janë diku 370 e kështu me radhë, pra ne për pagë 1.000 euro japim 520 euro kontribute, 52% të pagës neto. Dhe këtu është ajo të themi ngërësi i cili ndodh, ne financojmë shtetin, financojmë sektorin publik i cili për fat të keq të gjitha raportet tregojnë edhe ato vendore, edhe ato ndërkombëtare që kemi sektor publik ineficient dhe pastaj vinë të lashët tek ekonomia dhe presioni bëhet pikërisht bëhet presioni tek kodat ekonomike që bizneset e tyre të reflektojnë. Bizneset e tyre kanë rritur pagat, por sikur shteti të krijonte kushte edhe pak më të mira, pagat do të ishin edhe shumë më të larta, e fola një herë në planin administrativ tatimor, ulja e kontributeve kështu me radhë, por ne kemi edhe probleme tjera të cilat janë absurde. Ne kemi një zonën e Vizbegut si zonë ekonomike më e zhvilluar vetanake e vendit, e cila nuk i gëzon as kushtet minimale, ndriçim, kanalizim dhe rrugë. Pra, kjo është qasja e shtetit ndaj bizneseve dhe kjo është realiteti dhe pasqyra reale e vendit tonë. Neve nuk kemi shtet i cili mendon për rritje dhe zhvillim ekonomik, kemi shtet i cili është i kapur nga pushteti, pra neve nuk dim ta bëjmë dallimin nga shteti dhe pushteti. Dhe mendoj që jemi të gjithë kolateral i kësaj qasje të gabuar nga individ, nga grupe e kështu me radhë. Mendoj që duhet të rritet vetdia edhe më tepër tek qytetarët, përpara se të rritet tek politikbërësit, sepse kur rritet vetdia tek qytetarët, pastaj politikbërësit do të reformohen me do e mos, në të kundërtën do të pësojnë më tepër.